Horoskopi ditor 14 shkurt 2026 Dashi. Sot, më 14 shkurt, energjit janë shumë të mira për të zgjidhur problemet që të kanë mbetur pezull dhe për të vendosur pikat mbi i për planet që ke. Ndjesh plot fuqi për të marrë situatën në dorë dhe për të bërë atë që dëshiron. Gjëja më e bukur sot është ekuilibri. Ke dëshirë t'i ndihmosh të tjerët, por nuk haron as veten. Mund të jetë një ditë ku do të lidhesh më ngushtë me një mik ose me një grup njerëzish, ku ti mund të marrësh drejtimin e një pune, por duke dëgjuar edhe mendimet e të tjerëve, edhe pse ke qejf të merresh me hobitë e tua apo me studime. Ke një vullnet të fortë për t'i mbyllur punët e rëndësishme shpejt e saktë. Kjo vendosmëria dhe përkushtimi që po tregon sot të bëjnë të dukesh shumë tërheqës në sytë e të tjerëve. Je si magnet për gjërat e mira sepse e di mirë se çfarë po bën. Demi. Sot, më 14 shkurt, është dita perfekte për t'i dhënë vlerë gjërave që bën. Yjet po të thonë se mund ta kthesh një punë të bezdisshme në diçka të këndshme, ose akoma më mirë, atë hobin që ke për zemër mund të fillosh ta kthesh në një burim parash. Je i mbushur me ide biznesi dhe ke një durim prej ferri për të marrë me planet e tua afatgjata. Ti funksionon më së miri kur e di që ajo që po bën ka vlerë dhe nuk është thjesht humbje kohe. Sot nuk përton fare të ulesh e të bësh plane apo strategji se si të arrish atje ku kërkon. Ndihesh me shumë iniciativë dhe je i gatshëm t'i hysh punëve vet, pa pritur askënd. Kreativiteti, dashuria dhe punët e biznesit po të ecin mjaft mirë sot, kështu që shfrytëzoje këtë vrull. Binjakët. Sot, më 14 shkurt, hëna po t'i trazon pak ndjenjat, por në kuptimin e mirë. Ke një dëshirë të madhe për t'u lidhur fort me diçka që e ke për zemër ose për t'i dhënë më shumë kuptim punëve që po bën. Lajmi i mirë është që sot dhe nesër ke një energji fantastike për t'u kuptuar me njerëzit. Do ndihesh sikur të tjerët po të mbështesin, sikur po të thonë ke të drejtë për mendimet dhe idetë që ke dhënë kohët e fundit. Kjo do të bëjë të ndihesh shumë mirë dhe i sigurt në vete. Është momenti i duhur për të menduar seriozisht, çfarë ka rëndësi për mua? Ke një vullnet të hekur për të vënë rregull në jetën tënde dhe kjo do të heqë një peshë të madhe nga shpirti. Sot e ke shumë të lehtë t'i mbyllësh veshët ndaj zhurmave e thashethemeve dhe të fokusohesh vetëm te ajo që vlen për ty. Kreativiteti, dashuria dhe puna, të gjitha janë në dritë jeshile. Gaforia. Sot, e dashur gafore, është dita e duhur për të gjetur qetësinë dhe për ta përdorur energjinë tënde në gjëra të bukura e krijuese. Mundohu të dëgjosh më shumë atë zërin tënd të brendshëm dhe mos u bëj merak se çfarë thon apo si ndryshojnë mendjen njerëzit vërdall. Edhe pse ke nevojë për qetësi, sot e ke mendjen edhe të njerëzit e tu të dashur. Je në një moment ku dëshiron t'i hapësh zemrën të tjerëve dhe të gjesh një baraspesh me ta. Është kohë fantastike për të mbështetur një mik apo partnerin dhe për të marrë të njëjtën gjë mbrapsht. Nëse ke ndonjë muhabet të rëndësishëm ose gjëra private që të mundojnë, sot është dita për t'i diskutuar shtruar. Sa më shumë kalon dita, aq më shumë do të kesh dëshirë të harxhosh energjinë tënde te dikush apo diçka që e ke shumë për zemër. Dashuria, puna dhe idetë e reja po të ecin mjaft mirë sot. Luani. Sot, mendja të rri të ëndrat e tua dhe të ato dëshirat që i mban thellë vetes. Mund të ndodhë që dikush të ndihmojë për të vënë pak rregull në jetën tënde ose për të pastruar rrëmujen dhe një faleminderit do të ishte gjëja më e bukur që mund të bësh. Kohët e fundit po mëson një leksion të madh. Nuk ke pse i bën të gjitha vetë. Ka një energji shumë të fortë sot për të zgjidhur problemet në çift apo me bashkëpunëtorët. Do të kënaqesh shumë duke bërë plane apo strategji me atë personin tënd special. Sa më shumë kalon dita, aq më shumë do të rrëmbejë një projekt, një ide apo një person i veçantë, duke të kërkuar të gjithë vëmendjen. Edhe nëse ka pak presion apo ndryshime rreth e rrotull, ti po i përdor ato në favorin tënd për t'i bërë gjërat edhe më mirë. Dashuria, puna dhe krijimtaria janë në maj. Virgjëresha.
Sot, ti e ke mendjen top të puna dhe të shëndeti. Je në një moment që mund t'i hysh me themel një regjimi të ri fitnesi ose diete dhe nuk përton fare të merresh me ato detajet e vogla që të tjerëve u duken të bezdishme. Lëri për herë tjetër planet e mëdha dhe ëndrat në diell. Sot është dita për të marrë me ato imtësitë që mbajnë gjithë godinën në këmbë. Je shumë i Zoti për të rregulluar gjërat që nuk shkojnë dhe për të vënë rregull në letrat apo punët e tua. Ke shumë besim të një ide apo strategji që të ka shkrepur në mendje dhe e di mirë nga do të shkosh, edhe pse në punë je bisturi, kur vjen puna të njerëzit, ke nevojë për pak ngrohtësi. Nuk kërkon fjalë të mëdha, por kërkon të ndash ndjenja dhe emocione me dikë që të kupton. Dashuria, puna dhe krijimtaria janë në një rrugë shumë të mbarë sot. Peshorja, përshëndetje. Sot, më 14 shkurt, është dita ku mund të shkëlqesh dhe të tregosh vlerat e tua. Njerëzit po e shohin sa shumë përkushtohesh dhe besimi që dikush ka të ty do të jap krah për të bërë gjëra të mëdha. Nuk është nevoja t'i tregosh të gjitha letrat sot. Pak mister rreth teje do të bënte mirë dhe do të shtonte sharmin. Mund të merresh me punë që nuk duken shumë prapa skenat, por energjia është fantastike edhe për dashurinë apo për çdo gjë që kërkon kreativitet. Hëna të zona e familjes të ndihmon të përshtatesh me çdo gjë që të vjen përpara. Je në një moment që po bën ndryshime të mira në shtëpi ose me njerëzit e tu të afërt, duke lënë pas të vjetrën për të ecur përpara. Dashuria, puna dhe idetë e bukura janë të gjitha në anën tënde sot. Akrepi. Sot, ti do të jesh i zënë në atë mënyrën e këndshme që ty të pëlqen. Nëse i kushton vëmendje një bisede të rëndësishme ose një pune që e ke për zemër, do të ndihesh shumë i plotësuar në fund të ditës. Është një moment shumë i mirë për të bërë gjëra që të bëjnë të ndihesh i sigurt dhe rehat. Kur mendon për planet e tua të mëdha e afatgjata, kjo të jep vullnet për të punuar fort që tani. Të pëlqen shumë të ëndërrosh për qëllimet e tua dhe sot këto ëndra nuk janë kot, por të japin forcë. Yjet sot të ndihmojnë shumë për të zgjidhur problemet në shtëpi ose me njerëzit e familjes. Po harxhon shumë energji për ta bërë folen tënde më të mirë dhe kjo do të jap kënaqësi. Dashuria, puna dhe idetë e reja, të gjitha po shkojnë mbar. Shigjetari. Sot, më 14 shkurt, e ke mendjen të gjërat e prekshme dhe ke nevojë për pak siguri e stabilitet. Me hënën që po lëviz të sektori i parave dhe i gjërave të tua, të pëlqen shumë të fokusohesh të një pune vetme dhe ta bësh atë tamam, pa u shpërndar në shumë vende. Dita do të bëhet më e ngarkuar rrugës, por ti je gati dhe i përqendruar. Gjithë vëmendjen tënde e ke të ndërtimi i diçkaje që ka vlerë për ty, ke shumë besim të idetë e tua dhe të ato gjërat që po mëson apo studion kohët e fundit. Nëse ka ndonjë gjë të prishur, qoftë vegël apo ndonjë ngaterres në mësime, sot je i pari që i jep zgjidhje me guxim dhe drejt për drejt. Gjëja më tërheqëse të ty sot. Aftësia për të dëgjuar dhe kuptuar njerëzit pa i gjykuar. Kjo të bën shumë interesant në sytë e të tjerëve. Dashuria, puna dhe idetë, të gjitha janë me dritë jeshile. Britsjapi. Sot, më 14 shkurt, ke një motivim të jashtëzakonshëm për të bërë para ose për të çuar përpara qëllimet e tua në biznes. Energjia jote është e përqendruar te projektet që të sjellin rritje dhe te mbrojtja e gjërave që kanë vlerë për ty. Të bësh plane sot të jep një kënaqësi të veçantë, por bëj kujdes. Mos u fikso pas një ideje apo një problemi deri në atë pikë sa të bëhet stres. Nëse e përdor këtë përqendrim për mirë, mund të zgjidhësh çdo ngaterres dhe të kuptosh gjëra të rëndësishme që më parë t'i kanë shpëtuar. Sot je mjeshtër për të parë detajet, për të bërë plane strategjike dhe për të dizajnuar të ardhmen tënde. Njerëzit do t'i respektojnë kufijtë që vendos ti dhe do të lënë hapësirën që të duhet. Je në një pozicion ku mund të marrësh drejtimin e gjërave vetë, pa pasur nevojë të presësh të tjerët. Dashuria dhe kreativiteti janë mirë, por biznesi sot është shkëlqyeshëm. Ujori.
Sot mund të ndihesh pak sikur ke dëshirë të tërhiqesh në botën tënde, dhe kjo është në fakt gjëja më e mirë që mund të bësh. Duke u larguar pak nga zhurma dhe situatat ku të gjithë duan të dalin të parët, ti fiton qetësinë që të duhet për të parë gjërat me shpresë dhe produktivitet. Tema kryesore për ty sot është përmirësimi i vetes. Ke një aftësi të shkëlqyer për të gjetur zgjidhje praktike për problemet që të kanë dalë përpara dhe, ç'është më e bukura, po i bën gjërat të ndodhin vërtet. Mund të ndodhë që të jesh ti ai që merr drejtimin e një situate, dhe të tjerët do të ndjekin pa e vrarë mendjen shumë. Sepse rrezaton besim, ndihesh shumë i motivuar për të marrë përsipër sfida apo projekte të reja. Ke dëshirë të humbasësh pas diçkaje që të eksiton vërtet dhe të gjithë rreth e rrotull po shohin të ty një njeri të përkushtuar dhe shumë të Zotin. Dashuria, puna dhe idetë e bukura, të gjitha po ecin në rrugën e duhur. Peshqit. Ti më 14 shkurt, ke në dorë një energji shumë të përqendruar dhe të fortë për të punuar. Të bën të ndihesh mirë fakti që po merresh me diçka specifike, duke u bërë specialist në atë që po bën. Mund të duhet pak durim, por përkushtimi yt do të jetë shërues dhe do të sjellë shumë kënaqësi. Ndihesh më optimist për një lidhje dashurie apo për një projekt krijues që e ke për zemër. Një gjë është e sigurt, sot nuk pranon kushte të këqija për veten dhe je gati të marrësh vendime të prerë. Ke dëshirë të bësh diçka të re, ndryshe nga herët e tjera, dhe ke guximin të bësh hapin e parë, mbase edhe duke kontaktuar dikë që kishit kohë pa folur. Edhe pse sot e ke mendjen më vete dhe kërkon pavarësi, bashkëpunimi me të tjerët do të ndihmojë t'i arrish qëllimet më shpejt. Mund të ndodhë që të duhet të dalësh në mbrojtje të dikujt ose të një ideje që ti e vlerëson shumë. Kreativiteti, dashuria dhe puna janë të gjitha në formë të mirë sot.